Kush është Nureddin Seçi, shqiptar-amerikani garant për pagesën për $6 milion? Apo nuk e dim? Është një emër edhe një pambi emër. Është një njeri për cilin ka nisur, më ndjenin time dhe nga burimet nga SPAK-u, ka nisur një verifikim dhe janë nisur dhe dokumenta letër porosi në Shtetet e Bashkuara për të marrë më shumë informacion rreth këtij individi. Ajo që është qytetar shqiptar? Është qytetar shqiptar që jeton në Amerikë. E ke takuar ndonjëherë? Ja, ratis. Zoti Domani? Ja, njoft njerëz me sejse. Është kështu, është i njohur në Amerikë? Unë hera parë që Nuk ketë i pasur dhe mund ketë lokale gjëra ka paguar ai? Një njeri me jetë normale, streses mes. E njeh apo mos e njeh, se po se njeh. Personalisht nuk e njoh nga informacionet që zonjës Albani ka një fakt që cilët ndoshta nuk është kapur. Ky fondacion të cili ka dhëruar këtë para është krijuar 7 ditë përpara se të firmohet. Kjo është, desha ta them këtë. Kjo është një dhe dyta është që ky ka pra, nuk ka një aktivitet që të njihet, të kishte çdo që sinim donator të tjerë. Lobustët kanë gjetur një individ, e kanë vënë aty para 7 ditësh, edhe kanë hapur. Po them, nga këtu fillojnë pikpyetjet e mëdha. Tani ke ky 6 milion që është dhe pagesa për lacimin tan apo? Jo, rezulton të jetë e përcaktuar. Në kërkimet që janë bërë, edhe nga SPAK-u nuk kanë konfirmuar akoma se ekziston një kontrat lobimi për $6 milion dollarësh, të nënshkruar nga Flamur Noka në emër të Partisë Demokratike për heqjen e statusit non grata, qoftë edhe për pagesën e Lacivita. Kontrata është zbuluar nga dokumenta të paraqitura në regjistrin e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Foreign Agents Registration, ACD-FARA, quhet, ku firmat amerikane lobojnë për interesat të huaja dhe janë të detyruar të dorëzojnë të gjithë dokumentacionet dhe kontratat e bëra me deklaratat e tyre. Kaq është, zyrtare. Dhe në këtë kontratë... Pra, nuk ka dyshim njëri që kontrata ekziston. Jo, nuk ka dyshim. Është dhënë. Janë edhe të dhënat, se si janë ndarë. Po, se si janë ndarë dhe pagesat janë ndarë me 250, 3 për një vit dhe 3 për vitin tjetër. 750 deri me 11 maj, se këto është thelbi. Fiton para pagimi.